Mira Murati dhe Josif Gjipali marrin titullin qytetar nderi të Vlorës në një ceremoni të zhvilluar në ambientet e teatrit Petro Marko. Këshilli Bashkiak i Vlorës ka nderuar dy emrat vlonjat që kanë prekur skenat dhe laboratorët botëror. Ka qenë kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri, ajo që i ka dorëzuar çmimin tenorit Josif Gjipali dhe në mungesë së saj nënës së CEO-s së inteligjencës artificiale Mira Muratit. Mes veneracionit dhe nderimit, dy figurat e shquara të Vlorës kanë marrë nderimet më të thella për kontributin e tyre në dhe për ciljen e vendlindjes së Vlorë, kudo ku vepra e tyre prek. Dy nga teknologjitë që kanë transformuar mënyrën se si njerëzimi ndërvepron me dijen dhe krijimtarinë. Në vitin 2023, ajo drejtoi përkohësisht OpenAI si CEO e përkohshme, duke dëshmuar jo vetëm aftësitë e jashtëzakonshme teknike, por edhe leadership me vizion dhe integritet. Sot, me themelimin e Thinking Machines Lab, ajo vazhdon të udhëheqë shkëlqimin dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale të avancuar dhe të personalizuar. Por ajo që e bën dhe më të veçantë është fakti që pavarësisht sukseseve globale, Mira Murati nuk e ka harruar origjinën e saj. Në çdo paraqitje e në çdo intervistë ajo përmend krenarisht Shqipërinë dhe Vlorën si qytetin që frymëzoi të ndëronte dhe të arrinte majat. Sot, ne nuk nderojmë vetëm një shkencëtare dhe një lidere botërore, por një shembull frymëzimi për çdo vajzë dhe djalë shqiptar, që beson se suksesi mund të lindë nga çdo cep i këtij vendi, përsa kohë që ekziston pasioni, puna dhe dashuria për atë që bën. Me motivacionin për kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e inteligjencës artificiale dhe inovacionit teknologjik për rolin e saj si lidere në zhvillimin e teknologjive, me motivacionin për kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e inteligjencës artificiale dhe inovacionit teknologjik për rolin e saj si lidere në zhvillimin e teknologjive dhe për ndikimin e saj, transformimin e ndërveprimit njeri-makinë. Me përkushtimin dhe arritjet e saj, Mira Murati ka ngritur lart emrin e Shqipërisë dhe të Vlorës në arenën ndërkombëtare. Titulli është dorëzuar nënës së Mira Muratit. Për ish mësuesen e Vlorës, nënën e një prej mendjeve më të shquara të gjeneratës së re Mira Muratit, ky vlerësim vlen për të gjithë brezat e rinj, si një shembull se me vullnet e përkushtim çdo kush mund të prekë ëndrat. Nderuar shtuar dhe bashkëpunëtar. Jam këtu si një krenare për të përfaqësuar vajzën time Mira Murati, e cila sot merr të vlerësim qytetare nderit të Vlorës. Qytet të mira lindin, morit, dhe qytet të bukur dhe të dashur për të gjithë ne. Josif Gjipali, një tjetër emër me peshë i skenave botërore, thot se të qenit vlonjat është krenaria e tij më e madhe, ndërsa titulli me motivacionin për kontribut të shquar në zhvillimin kulturor të qytetit të Vlorës, si dhe promovimin e qytetit në arenën ndërkombëtare, ju dorëzua Gjipalit. Duhet t'ju vë, domethënë, duke disa gjëra që ne jemi të thënë që jemi këtu, jemi vlonjat dhe do ngelemi vlonjat, dhe unë jam nga ata që po të futesh në internet që ditën e parë dhe të kërkosh me emrin tim artistik të themi Giuseppe Gjipali, fjali e parë që gjen është lindur në Vlorë në vitin 1973. Nuk besoj që është diçka që mund ta gjejë në kurrikulumin e shqiptarëve të tjerë, që bëjnë qoftë njëtin lëvrojnë të themi, qoftë njëtën fushë apo dhe fusha të tjera. Unë kam lindur vlonjat dhe jam i bindur që do vdes vlonjat. Biles një nga batutat që përdor gjithmonë kur më thonë që ti Gjipali më vën në duke do një nga të themi nga ato të metat e mia, je ose i egër ose je i çik më tepër i drejtë për drejtë se ç'duhet. Unë nuk jam shqiptar, unë jam vlonjat. Në skenën e tej mbushur të teatrit të Vlorës, mbrëmja vijoi me tingu i zërash e veglash muzikore që argëtuan të pranishmit.